telefoni, nga gjumi i telefoni. Ky tekst ose kjo shfaqje është distancimi i fëmijëve nga rrjetet sociale, nga lojrat kompjuterike ose nga qëndrimi në ekran gjatë gjithë kohës, të distancohemi dhe të dalim të luajmë jashtë, të jemi më aktiv, sepse sapo e shoh unë, fëmijët tani nuk është se luajnë shumë, nuk kanë aktivitet fizik dhe janë të kyçur brenda një teknologjie edhe një bote imagjinare që ndoshta edhe po na bën dëm, nuk e di. Për mua është pak e vështirë të punojsh për fëmijë ose të punosh me fëmijë, sepse nuk e din qasjen, se si tu qasesh. Duhet të jesësh më i përpikt dhe shumë i sinqert në atë që bën, sepse fëmijët janë natyrë shumë e sinqertë dhe nuk din të gënjejnë. Për atë pak jam pak nguroj në fundit ta them, sepse nuk e di se të e presin. Kjo është edhe një edukim për prindrit edhe për mësuesit ose mësueset, sepse kam parë raste ku në qoftë se fëmija nuk ju rrin ose doan të bëjnë ndonjë punë tjetër dhe u e japin tabletin ose telefonin, ja ri këtu, sa të mbaroj mami ose babi punë. Kjo më pengon, sepse nuk e kemi në kontroll dhe nuk e dim kur e kthejmë kokën pas se çfarë sheh fëmija aty. Dhe nuk është në kontrollin tonë kjo pjesë, është një botë unë si e shoh është një botë e përtejme, një botë e errët, një botë pa kufi, e cila mund të na çojë edhe në përkeqësim të situatës shoqërore. Aktorët Ardit Selmani dhe Bikimi Ahiu kanë arritur të bëjnë një përqim emocioni edhe një punë shumë të mirë të tyre, të paloshme, sepse janë shumë aktiv në skenë gjatë gjithë kohës dhe mundohen që t'i zgjojnë fëmijët nga gjumi i thellë, siç thotë edhe magjistari brenda, fëmijët që rinë në telefon bjen në gjumë të thellë dhe asgjë nuk mund t'i zgjojmë më. Kjo është edhe detyra jonë, që t'i zgjojmë ata nga gjumi, me lojën tonë. A je gati? Gati. 1, 2, 3. Jo? 2, 3. 4, 7, stop! Në rregull, po nise. Jo, nuk mundem, janë shumë lartë. Roli im është noni. Noni është një fëmijë që është i smur pas teknologjisë, pas lojrave kompjuterike. Më thënë e ka haruar krejt atë pjesën lojrat fizike, futboll, ato nuk do s'ti dëgjoj. Fortnite, Counter-Strike, këto i ka. Dhe ka shok Blini, kolegun tim. Blini është e kundërta e nonit. Dhe do më thënë, ai do tash, ky do ta bëj si vetja, ai do këtë ta bëj si vetja. Dhe cili do arrijë qëllimin. Qëllimi i shfaqjes është që t'i bindim fëmijët ose t'ua kujtojmë se nuk është gjithçka te lojat kompjuterike. Do më thënë se ato që i kemi luajtur ne si fëmijë, kanë qenë loja në lagje, futboll, lojat ndryshme që i dim të gjithë. Dhe kohës fundit e shohim se janë haruar, nuk dalë në lagje e shoh asnjë fëmijë s'ka që lunë, do të thonë krejt në për kompjuterë, në për telefona dhe është problematike. Dhe mesazhi i shfaqjes është që ndoshta nëse e arrijmë punën tonë, t'i bindim fëmijët se duhet sa më shumë të luajnë lojra aktivitet fizik, lojra fizike. Por unë të them, Nata, ti do ullësh poshtë kokën sikur po fle. Aba shtyllore ka alfabeti ju shqipe. Më fal. Jo, nuk e përdor. Jo. Këpucët magjike! Këpucët magjike? Po. Ua, si qenë kanë. Çfarë bëjnë to? Në këtë shfaqje, unë e luaj rolin e Blinit. Blini është një djalë pak më i lëvizshëm, më i guzimshëm, dhe një fëmijë i cili nuk don edhe aq tepër të përqafojë teknologjinë, si çdo fëmijë tjetër që sot në përditshmëri ne që jemi prindë të dim pak më mirë, domethënë kemi të vështirë ti ndajmë fëmijët nga teknologjia, respektivisht nga telefoni, tableti apo kompjuteri. Dhe pikërisht kjo është qëllimi i këtij teksti,
Dhe unë përgëzoj edhe skenaristin për këtë tekst, po edhe regjisorin që e ka zgjedhur këtë tekst ta punoj në Tetov. Pra bëhet fjalë për Ibër Daharin si skenarist dhe për Gent Çajanin si regjisor. Unë luaj rolin e Blinit, ndërsa rolin e Nonit e luan kolegu tjetër, artist Selmani. Teksti brenda për brenda ka edhe disa lojra që janë pjesë e përditshmërisë së fëmijëve ashtu si duhet jetë, dhe nëpërmjet kësaj ne i japim domethënë një mesazh se si duhet zhvillohet, si duhet rritet një fëmijë i moshës, themi, adoleshente e më poshtë.